Milot Rashica mund të largohet nga Beshiktashi në këtë merkato vere. Mediat italiane raportojnë se ylli i përfaqësuesve së Kosovës mund të përfundojë në Serie A. Më saktësisht thuhet se Genoa e Patrick Vieira ka bërë ofertë zyrtare për Rashicën. Klubi italian I ka bërë gati 8 milion euro për kartonin e sulmuesit ansor, ndërsa giganti turk duket se po kërkon të paktën 9 milion. Palët janë në negociata e sipër për të gjetur gjuhën e përbashkët. Rashica ka zhvilluar 41 ndeshje me Beshiktashin në sezonin 2024-2025, duke realizuar 5 gola dhe duke regjistruar 12 asist në të gjitha kompeticionet. Vushtria si ka kontratë me klubin nga Stambolli deri në vitin 2027. Rashica, pas eksperiencave në Bundesliga dhe në Premier League, mund të rikthehet në një ligë tjetër të fortë europiane, më saktësisht në Serie A.